E Drinin që kemi në Milano Cortina atje, e përshëndesim, po dëgjohemi, po? Po dëgjohemi, përshëndetje edhe nga qendra e lojrave olimpike dimrore që kemi në Milano, ku zakonisht ne kemi qenë në Bërmje, po sot kemi orë me disa skuadra tjera me vizitu pak edhe na qendrën e lojrave olimpike. Po shihet po besoj ballë që është edhe Milano Cortina. Përshëndetje edhe njëherë. Faleminderit shumë Drinis, qysh ka qenë edhe si po vazhdon të jetë atmosfera në përgjithësi aty, se shumë profesionist, shumë sportist, edhe ngjarjet mjaft interesante aty që po ndodhin, kështu që qysh po e përjeton këtyre ditëve? Atmosfera është fantastike, që po vret edhe zhurma shumë e madhe njëkohësisht, që pasi nuk mujta me qenë mrena, i patëm disa agenda, edhe munova paka shumë ndo i jashtë që me bo këtë transmitimin live. Atmosfera normale shumë e mirë, ka shumë turista prej gjithë shtetit, po lojrat olimpike përbojnë vetën që me pas ka shumë turizëm. A ka pas befasi për ty nga sportistët, nga profesionistët, skiatorë, ndonjë emër dikush që të ka bo për shtypje, që të ka befasu për këtë vit? Jashta Kosovës kuptohet. Nga Kosova, po... Jo, jashta Kosovës, nga vendet të tjera. Po, jashta Kosovës është një kë Marko Dermat që Listrani, a i ka fitu medaljen slalomin e madhë. Kom prit që a i ka me marrë venën e parë, me thonë drejten, po fatkeqësisht e mur braziliani, që Lukas, po gjithashtu ditë kam parë një paraqitje të mirë, ku ata kanë qenë nivel botëror, po mbi të gjitha me këtë brazilianin Lukasin, e po ata mundin që me garu në slalom të ishim njëri tjetrit, edhe ka gjanë një ndjenje madhe, parti që e fitoj një medalje olimpike, edhe në qenë kunder atina, ishin disa emocione hala ma të veçanta, pasi që garua me matë mirë të botës. Dishka e mirë, dishka interesante aty, normalisht edhe për ju, për deri sa jeni prezent, po unë pak sa kom pas mundësime për cilë, video të ndryshme, po a ka pas ndonjë të lënduar gjatë këtyre ditëve, dhe më thonë për deri sa po mbahet edhe vetë Olimpiada. A ka pas edhe njëre qka? Të lënduar, a është lëndu dikush gjatë garimit që është bërë? Lëndime, po, e ki pas lëndimin e Cortina, skiatorja e famshme Lindsey Vonn është 41 vjeqare, edhe ajo pas një lëndim ma herët, dhe i ka bo një disa vite pauzë. Por pas 3 viteve punë, ajo filloj mu merr apet me skijem, ku e bo një debutimin e saj apet në Olimpiadë. Fatkeqësisht, ajo është një garuese shumë e mirë, ku në gara botërore një muj ma herët fitoj medalje të arta, që edhe kualifikuat anë më vonë, po në Olimpiadë në disiplinën e downhillit, ajo pat jo që e përstjellë, ku në kapitën 5, ajo u lëndu, edhe pat një lëndim këgjën serios, cila edhe gara u shti për disa minuta, deri ta erdhe me marrë me helikopter. Po atë kom pas fatin me njoft ma herët edhe afër, po fatkeqësisht shkimi ka këto rreziqe edhe atë njëherë nuk mundem me ditë, gjithmonë mune me jetë ma të mirën prej vetes. Po une pata lëndim, po edhe une pata një rrëzim, masi që po vjen fjallat e rrëzimet në garën time, që une debutova në disiplinën e slalom, që kam qeni kualifikum për të. Po. Garova në datën 16 shkurt, po pas kushteve shumë vështirave që ishin, jo vetëm unë, po edhe 60 garu tjerë ishin, aty nuk arritën ta përfundonin shtegun, unë ishta fatkeqësisht një prit 60-ve, këtyre që nuk arrit ta përfundoj, ku e pata një rrëzim. Po, unë nuk u vrava. Po, Drini, e përmende aty që nuk ishin kushtet kjo, këtu faktikisht bëhet fjalë për shkak motit, apo të papërshtatshëm. Po, kushtet nuk ishin shumë të përshtatshme, sepse kishte shumë borë. Në gjithmonë në garat ma hershme, koha ishte me ta, ku ishte dilli, fatkeqësisht kur unë e pata garën binte borë. Po, dhe kushtet e borës e bënën shtegun që të ishe më i vështirë, sepse normalisht kur bjen shumë borë, edhe bora dhe shtegu fillon të prishet, të dalë jashtë vijave, edhe unë isha me numrin 83.
Kështu që është dash me pas pritje aty, sigurisht edhe normalisht që moti gjatë gjithë kohës ka shku duke u bo më keq, bore madhe edhe jo kushtet mira për s'kem, po në fund si ja dole me rezultatin, kjo është e rëndësishme. Po, me rezultat, unë nuk arrit ata përfundoj lëshimin e parë, ku në shkem nëse nuk e përfundon lëshimin e parë, nuk mund është me jas në lëshim të dytë. Po, unë isha DNF, i themi në shkem did not finish, ku nuk e përfundova, ku ishta një prej 60 garullëve tjerë që nuk arritën të përfundonin, apo ndryshe 53 shtete tjera. Atje je bashkë edhe me Kiana Kryeziun, kërkoj falje, se Kiara më dha si e amër i huj. Me Kiana Kryeziun një atje, si ka kalu Kiana? Po, Kiana është në Cortina, ku që djemë keni qenë në Bërmje, ku i kemi rrët 300 km adisan, që këtë olimpiadi ka nda, që ka ndodhë hera parë në olimpiadi me nda. Kiana ka garu në Super G, Giant Slalom edhe në Slalom. Asa nuk ka mujtë me përfundu asë një prej garave, ku me datën 12 ka qenë Super G, me 15 në slalom me 14 në slalom të madh, edhe sot e ka pas garën e fundit ajo që është data 18, po as sot nuk ka arriti ta përfundonte, po megjithatë si shtet ishte një sukses për të arritur deri këtu, që të dëshmonin normat tona, edhe ta bojnë flamurin në mesin e më të mirëve të botës, ku ishte Kosova në mesin e 90 shteteve më të mira të botës, që arritën të deputonin dhe ta konfirmonin normën në lojrat olimpike dimrore. Kjo është shumë e bukur, kështu që Drini na tregon pak se si ishte pritja, trajtimi, gjitha ato janë mbi 90 shtete që marrin pjesë aty, një prej tyre edhe Kosova me prezencën tuaj aty. Kështu që e gjitha ajo, qysh ke, si ishte, edhe qysh po vazhdan me qenë? Ndimat apo? Kërkoj ta di njerë pritja aty, në përgjithësi, në lojrat olimpike, në këto lojra të skijimit, qysh ka qenë, përderisa jemi si një shtet, po thuj se më i ri, ndoshta prej gjitha atyre shtetë, jo ndoshta prej gjitha atyre shtetëve. Shumë është e vërtetë dhe faleminderit që për këtë pyetje, ka qenë shumë ma problem në shtetet tjera, edhe pse ne nuk kemi mundë të zhvillonim ushtrimet në shtetin tonë, o dalë gjithmonë me dalë jashtë shteteve si në Itali, në Alpa, apo në Dolomitet, kudo që kemi mundër të ndjekim ushtrimet me trenirat profesional. Në momentin që kemi dalë jashtë prej shtetit, ka qenë një kostë pak ma e madhe. Edhe saj përket kësaj kostëve, këto 2 muajt e fundit kemi pas mbështetje pak ma shumë, po jo vetëm unë, po edhe jo e dini që sikli olimpik është çdo 4 vite. Edhe ne duhet me fillu që nga viti i parë, apo momentalisht nga muaji i parë, të fillon sikli olimpik, që mu qenë sa më të përgatitur për olimpiadën. Kanë qenë pak të vështira, pasi që shpresoj që herën te ka me qenë sa më mirë, apo normalisht që të përfundon kjo olimpiadë me vazhdu mbështetja për sportistët për olimpiadën e ardhme, që me pas një debutim sa më të mirë. Po me shtetet tjera normale ata kanë filluar sa më herët, edhe shtetet e mëdha që përfundojnë olimpiadën do të fillojnë më një herë. Rrugtimi juaj është që sa kohë i ditur që keni qenë pjesë e Milano Cortina 2026, që do t'jeni dhe vazhdoni t'jeni aty. Kështu që interesu dikush nga institucionet e Kosovës, sepse kemi diskutua dhe në studio këtu për deri sa ke qenë, edhe a pat ndonjë interesim, me ju pyet ku po shkonja, qysh po shkonja, me kënë po shkonja? Kur jemi ardhë këtu, unë e marrë me 2 trenera që është selektori Agent Popovski dhe Ismail, ndërsa delegacioni nuk kam arrit të taku me ta, sa i përket këtu, po ata kanë qenë edhe ata dhe kryetari federatës, kryetari i Kokut, ka qenë edhe një nga Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sportit. Për sa i përket ndihmave, shpresoj që normal gjën të urrit ato, po edhe gjeneratat e reja, edhe unë si vazhdimti karrierës që me pas sa ma shumë mbështetje që me ngrit nivelin tonë. Sigurisht, edhe po besoj për deri sa ka pas pjesëmarrës edhe të Ministrisë Kulturës aty, dhe Rinjës dhe Sportit, shpresoj që do ta kuptojnë se është më së rëndësishme dhe nevojshme që të ketë mbështetje, apo të keni mbështetje, si ju personalisht Drini, po ashtu edhe Kiana, e kështu me radhë, por që kthimi juaj në Kosovë fillimisht po më vjen me ditë ndjenjen nëse
Po, normal që rrugë për me fillu këtë, pa që më ndër prej ka qenë e vështirë si sakrifit, normal kanë qenë sakrifita shumë doja, po momentin që erdha këtë, e pash që gjithë sakrifit që ka vlej. Normal që ishte edhe flamur mbajtës, ishte një emocion i veçantë, që në ceremoninë hapë ta mbaj flamurin e shtetit tim. Po që thatë edhe jo, kur kanë qenë nga Ministria e Sportit këtu edhe nga e Kokut, ndështë edhe nga federata shkitare, kur ishe garat nga afër, që do më është në pitrat e skimit, është një ndjenjë ma ndryshe që në televizor. Në televizor duken pitra shumë atleta, kur ti ishe nga afër edhe ishe përgatitjen e shteteve tjera, shpëtisave tjerë, ishe që çfarë përgatit do të mi pas në ato pista, edhe ti e kupton që normal që po dëf kam i përkronë këta sportist, edhe shkojnë ata kam parashysh që me pas të rritë në mënyrë graduale. Se vetëm nga Kosova nuk shqirë shumë, po edhe vjen shumë mirë që kanë qenë tu që kanë pa nga afër që duhet me pa që puna e bjen suksese me një fjallë. Po, definitivisht edhe prezenca atyre normalisht nga afër ato e kuptojnë se për çfarë sporti bëhet fjalë dhe çfarë sakrifice duhet për me arrit deri aty. Po, dishta me të pyet edhe për shpejtësinë që e ke arrit. Çfarë shpejtësie ke arrit? Edhe pse ke pas motin jot përshtatshëm. Po, e kam pas me tregu drejtën, shumë ka qenë dëshira e madhe për me përfundu garën, ne? Po, kësa herë fati nuk ka qenë me mu, edhe ma ta garu sjerë, që me thonë drejtën njerë, jo vetëm të për në ushtrime kërgjëm, që faktikisht në ka i skia për mbi port, edhe poti nuk e deshte, edhe nuk arrita ta jep matën për vetës. Soj përket slalomit në disiplinën teknike, ne mundu me bo all in, ose all out. Kësa herë, unë e më bëna all in, po në fund doli all out. Ja që edhe moti i papërshtatshëm, është një prej faktorëve kryesor i cili ka bërë pengesa shumë për me moti ka qenë shumë e papërshtatshme e vërtet. 22 shkurti është mbyllja e lojrave olimpike, kështu që kanë me marrë pjesë gjithë atletët për me përmbyll. Po afrohet 22 shkurti. Me 22 shkurt është mbyllja zyrtare e lojrave olimpike që do të mbahet në Verona, për dallim nga hapja që kemi qenë të ndarë sportistët në shtëpiat olimpike, mbylljen e kanë vendosur që krejt shtëpiat olimpike ta bëjnë së bashku në qytetin e Veronës në Itali. Normal ka me qenë prap një emocion i veçantë, pasi që aty do të dojnë në flamurin e Kosovës në mënyrë zyrtare që të përfundojnë lojrat olimpike. A mos ke rastisht informata sa pjesëmarrës janë që për nga numri? 97 e di që janë, sa i përket në alpine skiing, po sa sportistë janë nuk e di sakt, sa që janë Milano, Livigno, Bormio, Cortina, janë në 6 shtëpia olimpike, edhe numrin sakt nuk e di se janë ka gjatë sporte tjera, të fillu nga sportet indoor që bëhen, nga hokeje, e ditë ski mountain, që për këtë olimpiad, ski mountain që është hera e parë që po debutojnë në lojrat olimpike dimrore, që të fillojnë nga nesër, edhe kanë ngarë në fundit të dielën. Në më thonë do të bëhet ski mountains? Urna? Do të bëhet ski mountains, ashtu që nga spjegove për herë të parë kjo pjesë. Po, është hera e parë që nuk e di, këmë pas fati me shku mi pa, edhe pse jo dikur edhe ndonjë atlet nga Kosova të na përfaqësojnë në këtë disciplinë. Që është shumë e mundshme kjo. Çka po ndodh me atmosferën ndoshta në mbrëmje atje? A është organizuar mbrëmje? Ne kemi shtëpiat, ne kemi shtëpiat olimpike, që kemi nga atlet 3-6-5, që ata janë mundu në mënyrë më të mirë të mëshme, i kemi në hotele që në recepcion e kanë marrë ata, që krit atlet mu shoqënu në mes veti, i kemi disa aktivitetet së bashku, lojra ma të kuizit, që me marrë sa ma shumë informata, edhe njëkohësisht me shtetet tjera, ne si Kosovë të lidhemi me anë të sportit. Se e dim se sporti është një mënyrë marketingu i shtetit, edhe pse jo të krijojmë lidhje me shtetet tjera me anë të atletëve. Edhe ajo pyetja e famshme që vjen për në rastet të tilla, erdhi dikush me të pyet kush jeni ju, çka jeni ju, ku është ky shtet?
Po, ne zakonisht më anë të begjave që po shihet, i kemi këto që dim kështë kemi atlet olimpik. Po, mas i pyetja për shtetet, to i përket pinave, ne kemi ndru më shtetet tjera. Shamë, unë nga dërrejt Kosovës, a i ma jep shtetit vetë, që në këtë mënyrë të fillojmë edhe lidhin. Po shlihet të kamu shko Gjamir, shpërëtoj që kam bënë reklam për Gjamir dhe shtetit tonë, ku duke fillu nga Zvicra shtetet tjera. Shumë shtetet tjera. Mirë, Drini, faleminderit shumë. E rëndësishme, në fund thonë pjesëmarrja. Kështu që për Kosovën, normalisht, por edhe për ty, edhe në të ardhmen, cilat janë planet për asaj çfarë keni parë këtyre ditëve në Milano Cortina. Shumë e vërtet. Faleminderit edhe një herë juve për këtë intervistë dhe këtë muhabet që mujtë me sqaruar së bashku. Edhe që mi bisedu edhe sukseset, edhe sfidat, edhe për të ardhëm se ju. Po, e ardhmja... Kur vi në Kosovë, shpresoj që mu me ta stjellë ty një pen nga Kosovë. Me pa tjetër, faleminderit shumë. E ardhmja që ka na pret, Drini? S'ka dërzima, po? Po, ardhmja ka na vjenë dhe shpresoj sa ma mirë. Shë që do t'jetë mirë gjithçka. Faleminderit, Drini, të fala edhe Kianës aty, edhe normalisht gjithë trajnerëve që janë bashkë me ju aty. Faleminderit edhe na shpërshëndesim nga krejt ekipi i Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë.